Nëse unë vdes nuk do doja kur që dikush të vishet me zeza për mua, por me të kuqe, sepse unë do jem njëri që do shkoj përjetësisht me Zotin. Pra, nuk kam humbje nga kjo botë, dhe njerëzit e cilët e besojnë Zotin, nuk ka rëndësi çfarë moshe të ka. Ti e di që realiteti mora veten time. Jo, ne duhet të flasim për realitetin, nuk duhet të flasim për çfarë. Po mirë, mora veten time shembull për të treguar që njerëzit në fund të fundit, nëse ata besojnë, nuk e humbasin këtë botë, sepse fitojnë diçka shumë herë më të madhe. Po një familjar nuk pranon Zotin. Është e dhimbshme, patjetër është shumë e dhimbshme. Ato e kanë humbur këtë botë. Është humbje. Mjerisht duhet të pranojmë një gjë, që jo domosdoshmërisht çdo person i cili është besimtar vdes, çdo person të familjes vetë ka të besim. E ka besimtar gjithashtu, sepse ndodh që një familje një beson, të tjerët nuk besojnë. Që do të thotë ai person ka një jetë përjetshme, pjesa tjetër ndahen përjetësisht me këtë.